Për të tretën ditë të radhës, qytetarët korçar janë mbledhur në qendër të qytetit për të protestuar kundër qeverisë Rama. Pjesë e protestës janë bërë pensionistë, fermerë, figurat e njohura të artit dhe kulturës, si dhe qytetarë të moshave të ndryshme. Gjatë tubimit, protestuesit kanë shprehur pakënaqësitë e tyre për situatën ekonomike dhe sociale në vend, ndërsa kanë kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama nga drejtimi i qeverisë. Protesta është zhvilluar në mënyrë paqësore, me pjesëmarrësit që kanë përcjellë mesazhet e tyre përmes pankartave dhe thirrjeve publike. E vetmja opozit jemi ne, jemi ju këtu, dhe të gjithë ne do të bëjmë burimi i këtij ndryshimi. Janë këto flamingo të cilat të bën shkaqin e të bashkoheshim dhe janë këto shenja të cilat do të japin ndryshim në vendin tonë. Nuk është vetëm zëvendësi, kundër zbrazjes të gjithave qyteteve në Shqipëri, ka ardhur momenti që Rama dhe Berisha të dalin në pension. Mendoj se në protestë ka shumë arsye për të dalë. Unë parimisht në fillim dola për natyrën e Shqipërisë, për atë që është edhe kauza kryesore, që po konsiderohet si revolucioni i flamenkove. Unë mendoj se s'kemi gjë më të shenjtë dhuratën të madhe si shqiptarë se sa toka, do të arsyeja pse jemi shqiptarë se i përkasim kësaj toke, kështu që duhet të nisi mbrojtja nga ajo. Dhe kjo qeverisje ndër vite e ka dëshmuar që nuk i intereson ta mbrojtë tokë, ka trajtuar si pronë private dhe ka përçunduar, përdhunuar, mund të qojmë çfarë foli të duam, që nga veriu në jug. Unë dalë sepse Edi Rama e bëri Shqipërinë, sikur është Shqipëliku i Kristaj Ramës, jo, Shqipëria është e shqiptarëve. Shiti Shqipërinë që nga veriu në jug, prishi të tëra ndërtimet që bëri veriu, i bëri shesh. Ai prishi fëmijët, i dërgovi në për furbetre, edhe të rinj të janë larg Shqipërisë, pleqtë po vdesin në vetëmi, prishi shëndetësinë, prishi arsimin nga t'janis e nga t'jabitis. Ku pa umbushë Edi Rama, dhe nuk janë iranianët që në nxjerrin neve, as grekët, as serbët, as një, janë shqiptarët që e duan Shqipërinë. Unë kam dalë në 67 vjetë jam, kam dalë në proces që tërë populli shqiptar të ngrihet ta përmbys këtë regjim. Sepse populli shqiptar është i varfër shumë. Të ngrihen të gjithë pensionistët këtu, se me 100.000 lekë nuk rohet. Sipas organizatorëve, protestat pritet të vijojnë edhe në ditët vazhduese me synimin për të sensibilizuar opinionin publik dhe institucionet për shqetësimet e qytetarëve. Korça është kthyer kështu në një nga qytetet ku prej 3 ditësh po zhvillohen tubime qytetare me pjesëmarrje të gjerë nga shtresat të ndryshme të shoqërisë.